Ti përveç që i ke tha fëmijës që mund të bëj çka dush, ai kam i kërku zakonisht sa të dalin ato para kam i kërku, s'ko me ditë një fëmijë nuk din me i menaxhu ato para që i merr, sa do qofshin ato, cila do shumë qoftë ajo. Pra na sikur popull shpesh nuk është që dina me i menaxhu, thjesht dina me shpenzu kur i kena edhe për sot, le të kënaqemi sot, nesër është ditë e re, na fak e re që thojmë na njerëzit edhe. Çka do që të bëhet, ç'në shkofshin. Kjo është edhe një çështje tjetër që po mbjellet një lloj egoizmi te fëmijët. Ai po mendon për veten e vet. Edhe nuk po njihet për gjëç, as për nonën, as për babën, as për gjyshit, as për anëtarët e tjerë të familjes. Kjo është e jamja, domethënë po mëson që në diçka që është e tij, ai ka drejt edhe mundet me shpenzu qysh ai don. Domethënë i hik, ja mëson indirekt ndjenjen e ikjes ndaj përgjegjësisë për të tjerët. Sikur, domethënë shprehi tjera që mësohen gjatë jetës, duhet të mësohet edhe për çata. E mandej ndikohen edhe fëmijët e tjerë. Për shembull, nëse një familje nëse në një familje fëmia nuk ka mundësi me i pa ato shtesa, atëherë ndikohet, çyrë këty në japin, mu nuk po më jap. Ndihet indiferent ose i pavlerësuar prej familjes.